Or, nëse je e smund, atë prishet Ramazani nëse I pi hapat thot me ujë. Po, prishet agjerimi. Nëse pra, gjatë ditës, pi hapjet, prishet agjerimi. Por, nuk duhet të piklohesh apo mërzitesh, sepse ti ke arsye, je sëmur. Këto ditë që prish I kompenson pas Ramazanit. Allahu I lartësuar ka bërë lehtësim për ata që janë sëmur në Kur'an. Kështu që nëse je sëmur, e prish agjerimin dhe e kompenson pas Ramazanit. Nëse është mundësia, për shembull, duke u konsultu me mjekët, nëse është mundësia që ilaçet konsumohen pas iftarit deri para syfyrit, në rregull. Përndryshe, nëse të thonë që jo duhet me pi, për shembull, ora 10 e ditës apo në drek, atëherë në rregull nuk agjeron. Nëse shpreson të shërohesh, I kompenson këto ditë pas Ramazanit. Nëse është smundje kronike, atëherë për çdo ditë ushqen një të varfër, Zoti ju rujt.